Eurovisioni sapo ka përfunduar mes polemikave të shumta, ndoshta shpeshherë edhe gjeopolitike, 5 vende largohen nga gara, bojkotojnë, por 5 vende të tjera janë ato që financojnë Eurovisionin e që hynë menjëherë në finale. Rrugtimi i Shqipërisë ndoshta ka qenë gjithmonë i vështirë në përpjekje për të siguruar finalen e më pas në përpjekje për të renditur ndër më të mirët. E megjithë këtë analizat dim t'i bëjmë si para dhe pas. Jemi një shoqëri që flasim shpesh për përfaqësitë tona në skenat europiane, po edhe në skenat ndërkombëtare. Si ka shkuar rrugtimi i Alis, Nan dhe Shqipërisë, do të duhet ta diskutojmë edhe ne sot. Me mua në këtë bisedë është profesori Edmond Xhulali. Shumë faleminderit. Faleminderit për ftesën. Si është dukur përfaqësimi i Shqipërisë në Eurovision? Një shoqëri që flet është e rëndësishme sepse është shoqëri e lirë në atë parë dhe e thot mendimin, por që ka kaq shumë diskutime si para, si gjatë zhvillimit, si pas, mendoj që është vlera e jashtëzakonshme e këtij festivali, i cili mbetet aktiviteti më i rëndësishëm në botë. Edhe Shqipëria është e përfshirë nga këto diskutime, pasi janë rreth 22 vite që Shqipëria është pjesëmarrëse e vazhdueshme, që në vitin 2004 kur unë qenë atë vit si kompozitor me Agneza Shahini dhe me Agim Doçin, pra jemi të parët që kemi shkelur atë skenë, duke qenë edhe në një moment shumë të vështirë, do thoja në thojza, në mosnjohjen e Eurovizionit, të etapave të Eurovizionit dhe nga që ishte edhe hera parë, ishte shumë e vështirë, nëse tani besoj që Shqipëria ka përfituar një eksperiencë të madhe, megjithatë ka shumë vend për përmirësime të vazhdueshme. Unë mendoj që përfaqësimet e Shqipërisë nga pikpamja muzikore kanë qenë gjithmonë shumë profesionale dhe Shqipëria gëzon një autoritet të madh në organizatorët e Eurovisionit, si dhe gjithë muzikantët ose pjesëmarrësit e vazhdueshëm. Unë kam qenë vazhdimisht atje edhe si 2 herë kam qenë si konkurrent, po kam qenë edhe si përfaqësues i RTS-s, si drejtues i grupit disa herë dhe e kam ndjekur dhe vazhdoj ta ndjek edhe me kënaqësi dhe me admirim shumë, sepse edhe unë ruaj të njëjtin opinion që mbetet edhe jo vetëm që është aktiviteti më i rëndësishëm në botë, po e vetmja dritare, e them gjithmonë, e përfaqësimit të Shqipërisë në tregun muzikor evropian. Emocioni është shumë i madh i artistëve. Unë i kam parë vetë, kam qenë deri në skenë me këngëtarët aty, duke i shoqëruar, duke parë, është një emocion. Nuk e përshkruaj dot sepse sado që ta them, emocionet që zhvillohen në atë sallë dhe në ato ambiente janë megjithmonë mbreslënse, sepse që në 2004 që kam qenë unë, kam kuptuar diçka që ajo është Europa e vërtet, aty s'kishte kufi. Aty nuk kishte dallime as unë jam shteti i madh, ne jemi shteti i vogël fare, kishte një marrëdhënie të jashtëzakonshme, gjithë kjo e inspiruar dhe drejtuar nga drejtuesit. Çfarë bënte Agneza Shahinin, Ronan Ishliun, po edhe Shkodrën Elektronike të kualifikoheshin jo vetëm në finale, po njëkohësisht të ishin në 10 më të mirët. Agneza Shahini në vendin e 7, në vendin e 8 Shkodra Elektronike dhe në vendin e 5 Ronan Ishliu. Mendoj që ajo që është kryesore është kënga. Ajo është vlera e vërtetë e këtij festivali. Dhe të tre këto këngë që ju përmendet, pa diskutim edhe në opinionin shqiptar kanë qenë këngë që kanë lënë gjurmë në radhë parë si krimtari, si muzikë, si tekst, edhe si një interpretime të shkëlqyera që kanë qenë. Pra, ajo që është kryesore që Shqipëria duhet të insistojë, që të punojë, të ndryshojë, të avancojë përpara, është kënga. Dhe kjo është
festivali i këngës, i cili duhet vlerësuar maksimalisht nga të gjithë, jo vetëm artistët, po edhe nga ato që drejtojnë këto institucione, pasi aty vlera vërtet është kënga, pavarësisht që edhe performanca luan një rol shumë të madh, por mendimi im është që në performancë Shqipëria ka çaluar. Mund të themi në pjesën më të madhe, jo në çdo. Ka pasur, mi fal gjithmonë kritika për mendimin tim ka qenë tek paraqitja skenike, tek veshjet, tek performanca. Kjo ndoshta ka të bëjë edhe me zhvillimet shumë të ngadalta, do thohet, që janë dhe për shembull në festivalin evropian rreth 3-4 muaj përpara vinë nga EBU-ja, çdo gjë vjen e programuar se si do zhvillohet. Ka një koncept regjizorial të mirë menduar. Po, çdo gjë dhe i vjen çdo shteti përkatës, i vjen teknologjia me të gjithë efektet që sugjerojnë ato që ke në dispozicion. Pra, në momentin që, dhe ky bëhet në formën e bashkëpunimit, në momentin që Shqipëria merr pjesë në Eurovision, ka për detyrë që të mendoj performancën dhe ka një libër të tërë me efekte speciale skenike që mund t'i zgjedh ato dhe të gjitha t'i vendosin në funksion performancës. Mirë po, ajo kërkon edhe fonde, sepse disa gjëra bën me pagesa, po unë nuk mendoj që ne kemi mbetur se s'kemi pasur fonde, po unë mendoj që nuk kemi pasur njerëz të aftë që dinë të bashkëpunojnë dhe si t'i përdorin ato efekte speciale dhe që. Mëse kundër ka ndodhur me muzikën. Muzika vazhdon, unë i kam këto informacione edhe të prekura vetë dhe të thëna nga ato, si thush, organizatorët kryesorë të Eurovisionit, që janë shprehur gjithmonë që Shqipëria është një shtet që sjell muzikë serioze, këngëtar të shkëlqyer. Dhe të gjithë në fakt kanë qenë në këto 22 vite zëra të mirë të muzikës shqiptare, vokale shumë të mira. Nuk kemi pasur frikë që këngëtari jon, por shumë do të këndojë, si duhet përmend tash edhe si vjet kishte disa këngëtarë që mezi performuan, jo të Shqipërisë, kuptohet, por që kemi qenë absolutisht gjithmonë këngëtarët kanë qenë të sigurt, kanë lënë mbresa. Pastaj, mendoj që si thosh ajo, si thosh kërkesa kryesore e publikut shqiptar dhe radio televizionit është kalimi në finale. Është një gjë shumë e vështirë të kalosh në finale, se ka pasur shtete, por shumë Austria përpara se të fitonte me Koncitën ose disa shtete të tjera, kishin nga 7-8 vjet që hynin në finale. Pra tash nuk mund të pretendojmë neve që kemi muzikë më mirë se sa Gjermania dhe Anglia, s'bëhet fjalë kjo, por ato nuk e shikojnë me syrin e promovimit si shtet. Gjermania nuk ka nevojë të promovohet në Eurovision. Ajo sjell si ta mendojnë, pra ndoshta për zgjedhja dhe atje mund të ketë probleme, nuk diskutohet, por nuk është, për shembull, nëse neve dështojmë në një festival, nuk hymë në natën finale ose kështu, neve shohim si një gjë të rëndë, vështirë, çfarë ndodhi me ne. Ndërkohë që nuk është, ajo është një konkurrim i thjeshtë, një këngë që në fundit është problemi i atyre që konkurrojnë në radhë parë. Është problemi i kompozitorit, poetit. Këtu tregu muzikor për hir të vërtetës zhvillohet nëpërmjet një kaosi total, i pa orientuar, jo një orientim politik por shteti do të ketë politika për ta çuar më përpara. Do të ketë investime, do të ketë sponsorizime të vazhdueshme. Nuk mund të bëhet një koncert, siç kam dëgjuar, të bëhet një 50 milionë euro një koncert, investuar nga shteti shqiptar. 50 milionë euro do thotë të bësh 100 vjet, e kam llogaritur, festivalin e këngës. Një shekull investim. Nuk kemi as të pasur neve. Me aq fonde, këtu mund të
bëhet një zhvillim jashtëzakonshëm në muzikë, investime në muzikën popullore. Po vetëm me këtë fondin e këtij koncerti, sikur të vihet në funksion të artistëve, të muzikës, të pikturës, të gjitha institucioneve kulturore, do kishte një zhvillim shumë të madh. Edhe një shkallë tjetër duhet parë akoma më, sepse unë mendoj që Shqipëria ka shumë nevojë për të ecur pak më në avangard, më në zhvillimet më moderne të muzikës. Faktikisht e kam lexuar edhe këtë ditë që ekziston një kritikë që këngët shqiptare janë shumë të bukura, por nuk janë shumë bashkohore në kuptimin e zhvillimeve muzikore, rrymave të reja që ka. Dhe kjo nuk është faj i festivalit, sepse një festivali vetëm me 20 këngë nuk mund të sjellë zhvillim në Shqipëri. Ndërsa imagjino tash tregu anglisht se sa çfarë prodhimtarie muzikore ka. Kjo unë mendoj që për shumë vjetë kultura nuk e ka vëmendjen e duhur. Ndonse në momentet caktuara të gjithë i kanë sytë të kultura që ti ngroj pak, t'u japi pak emocion, si të kultura dhe sportit, t'u japi edhe pak identitet, pak më shumë se ç'kemi, nuk ka atë sapo mbaron ajo, nuk ka absolutisht asgjë. Por shumë në Shqipëri, ndoshta nuk ju do mendoni që largohem nga tema, por nuk largohem fare. E drejta e autorit, që është një ndër elementet thelbësore të zhvillimit të artit, nuk funksionon. Unë jam në bordin e albautorit shqiptar dhe është në një gjendje shumë të vështirë. Pra, nëse një artist nuk fiton nga produkti vet, atëherë çfarë produkti do sjellë ai? Tregu muzikor shqiptar, muzika e lehtë që vetëm Shqipëria ka bërë muzikë e lehtë, se në botë nuk ekziston ky term muzikë e lehtë, ka rrymë të ndryshme, por Shqipëria ka mbetur nga koha e komunizmit muzika e lehtë dhe muzika popullore. Po i muzikë është e njohur ajo, po nuk, kështu muzika e lehtë, po them dhe unë tash, kërkon investime, kërkon të ecë përpara, kërkon aktivitete të shumta, kërkon konkurrime të ndryshme, konkurrime të muzikës rock, muzikës moderne, muzikës techno, të gjitha këto kërkojnë investime, po si nëse s'ka asnjë vetëm 20 këngë në Shqipëri të reja, po themi këngë profesionale të futura në një mënyrë të prodhimit, si thosh, profesional, pak me kërkesa për të shkuar në Eurovision, është i vetmi festivali i këngës në RTSH. Po me 20 nuk vjen ajo. Është shumë pak. Sa do të punojë festivali? Festivali ka disa mënyra që unë mendoj që duhet ta pasuroj, duhet ta avancoj shumë më tepër në modernizimin në thithjen e këngëve më moderne, duhet të jetë pak më tepër, po kur s'ka kush t'i sjellë, është pak edhe vështirë kjo punë. A jemi në një shoqëri që vazhdojmë të çojmë këngë epike me një lloj drame, edhe që duket sikur nuk po e përqafojmë ne Eurovisionin ashtu siç duhet, në kuptimin e Albina Kelmendit që është e duje, në kuptimin e prandaj Shkodra elektronike duket se u pëlqye pak më shumë, sepse kishte diçka më avangarde, duke sikur vinte nga një muzikë nga dy artistë të cilët nuk jetojnë në Shqipëri, nuk jetojnë çdo ditë në këtë vend. Shiko, Eurovisioni ka disa rregulla shumë të forta që nuk lejon këngë me motive politike, me motive patriotike të theksuara, etj. Faktikisht këto që përmendet janë rrjedhoj e këtyre viteve të fundit, po në fillimet në Eurovision Shqipëria nuk ka pasur fare tendencën drejt këtyre këngëve, si thua. Unë mendoj që një tendencë duhet të jetë, po tendenca asaj kombëtares në muzikë, e motivit, e identitetit. Për shembull, edhe Greqia që si vjet kishte një këngë shumë moderne, ritmike, me stilet të përzira, avangardë dhe kështu, dhe gjente momentin që do fuste një motiv që ti e kuptoje pavarësisht se nuk ishte me buzuk, po ishte me instrumente të tjera, ti e kuptoje që është motivi grek.
edhe nga ana vizuale, po kishin bërë shumë bukur me statuet e me gjitha, por ajo, Greqia është një ndër shtetet që insiston vazhdimisht dhe ti, edhe pa e para ndoshta këngën, ti e kupton që është greke. Italinë e kupton me një që është këngë italiane. Pra, dhe neve në këtë drejtim duhet punojmë shumë. Ndërsa nuk jam shumë për këto tema të rënda. Ne kemi ku i këndojmë këngët patriotike, i këndojmë në Shqipëri, se akoma neve jemi në kërkim të identitetit shqiptar, jemi akoma në kërkim të rregullimit të padrejtësive historike që janë bërë Shqipërisë, se neve akoma jemi të ndarë, dhe kemi ku këndojmë këngë, dhe kemi bërë shumë nga të tilla dhe pra kemi ku të shfaqim. Në Eurovision, unë mendoj që duhet bëjmë gjetje artistike në atë parë, muzikore, dhe jo tema që për shembull për Europën nuk ekzistojnë shumë këto tema, nuk janë në mentalitetin e tyre të përgjithshëm, nuk është më emigracioni, nuk janë disa tema që janë për ne, kupton? Po prandaj ne duhet dalim mbi veten, të mendojmë pak më ndryshe dhe të mendojmë edhe si europian, jo vetëm si shqiptar. Këngë që t'jenë argëtuese, marr këtu si shembull, vitin e shkuar u bë hit ose shumë i dëgjuar, madje edhe ne ftuam në festivalin e këngës, artistin nga Estonia i cili këndonte një këngë Macchiato Espresso, një këngë që dukej në thelb dukej diçka shumë e thjeshtë, po që ishte argëtuese, ishte po njëkohësisht rrëfente u bë hit. Edhe pse nuk ishte në 500 më të mirë apo si thua në ato renditjet finale. E vërteta është që ende Bullgaria duket se fiton kështu këtë vit. Fiton me një këngë energjike, me një këngë që na çon drejt jetës më të mirë kundër ankthit, kundër. Shiko, sot unë kështu e mendoj të paktën edhe zhvillimet të jashtëzakonshme teknologjike që kanë ardhur në gjithë dhe janë bërë pjesë e jetës përditshme, e kanë bërë jetën shumë të intensive dhe shumë të fokusuar në shpejtësinë e gjithë gjërave. Prandaj edhe këtu duhet synohet edhe në muzikë, që ti për shembull mesazhin muzikor të gjesh ta japësh sa më shpejt. Dhe kënga bullgare për shembull kishte shumë ritëm, ishte shumë energjike, kishte thyrje ritmike, ishte shumë e avancuar nga pikpamja e realizimit, ishte shumë bashkohore, sepse unë faktikisht nga që jam dhe vetë producent dhe orkestrues dhe punoj në këtë gjini, e shoh ndryshe festivalin, për hir vetes. Nuk e shoh si një njeri thjesht që dëgjon vetëm emocionin, po unë shoh në atë parë shoh ndërtimin, orkestrimet dhe zhvillimet teknologjike që kanë për ndërtimin e këngës. Dhe ajo kishte shumë të avancuara, plus edhe vetë ishte një këngëtare shumë impulsive, edhe vokalisht është shumë e përgatitur, performancën shumë të bukur dhe arriti. Po, edhe këndoi shumë saktë. Kishte edhe këngë të tjera shumë të bukura, natyrisht kënga e Izraelit ishte shumë e bukur, pamësisht politikës dhe atyre, si thosh që kontestimeve dhe që pati që ka edhe në botë për ngjarjet ndërkombëtare, nuk diskutohet. Megjithatë ajo është muzikë, kënga ishte shumë e bukur, nuk ka pse të ngatrohet. Tash o merr pjesë ose merr pjesë, po merr pjesë do të trajtohesh si gjithë të tjerët. Izraeli ishte këngë të bukur, Finlanda kishte këngë të bukur, Australia kishte këngë shumë të bukur, Çekia kishte këngë shumë të bukura. Edhe si vjet kam dhe parë, dhe se i kam lexuar që u përdorën disa teknologji të reja dhe e dëgjonin nga lart, për shumë ndarjen e instrumenteve, një instrument vinte majtas, një djathtas, një pas edhe kështu, dhe ka qenë një emocion shumë i bukur, duhet të ketë qenë edhe në perceptimin e muzikës nga spektatorët.
Unë për fat, kur ka qenë El Hajdadani konkurrente, kam qenë me grupin Radio Televizionit dhe një nga netët, jo që konkurrente El Hajda, po natën tjetër e pash në sallë. Dhe unë mregullova, se kam qenë shumë herë kam qenë gjithmonë në Green Room atje. Dhe aty e pash dhe ishte një dëgjim fantastik. Po, është kujtimi më i madh për mua personalisht, po unë bëj mend edhe opinioni publik dhe më thanë dhe kur u bë Eurovisioni në finale, tha s'kishte njëri në rrugë, ishte si finale e futbollit. Ka qenë dhe një emocion të jashtëzakonshëm kam pasur në momentin para festivalit natës 3, ku bëm një intervistë direkte në lajmet e RTS në orën 8, më kujtohet si tani, ishte një emocion, si thosh, shumë i madh, shumë i madh, dhe ishte të provosh që për shembull është si këto futbollistët e kombëtarës, për shembull, që kur fiton në një ndeshje kanë një emocion të jashtëzakonshëm. Dhe aty në fakti që u renditëm mirë, ishte një kënaqësi shumë e madhe, një gëzim i papërshkruar. Kishin ardhur shumë shqiptarë duke ndjekur në Stamboll festivalin. Mi fjalë impresione të jashtëzakonshme që t'i jep ai festival. Dhe por prapë them, se thash më parë, nëse do të shkosh ta shohësh se çfarë emocioni ka dhe çfarë atmosfere ka Eurovisioni në sallë. Është një emocion magji, tamam me qetet fjalën. Një pyetje të fundit, profesor, kemi shkuar me një këngë e cila flet për emigracionin dhe për nënat që presin këtu. Ju folët pak për të drejtën e autorit, për fatin e artistit në Shqipëri, për faktin që nuk vlerësohet shpeshherë. Dhe ndërkohë kemi një historiatë të Anjeza Shahinit, edhe një sukses që ka qenë në Eurovision për Shqipërinë. Ju vjen keq që artistë si Anjeza janë tashmë jashtë, nuk mund ta them emigrim një lloj kaq e pika, po kaq i trisht sa ai për cilin këndon Alice këtë vit, por ju vjen keq që artistët ikin, largohen? Nuk kemi aq të pasur ose aq të mëdhej sa të humbasim qoftë edhe një artist. Edhe Anjeza është një këngëtare shkëlqyer, jo vetëm Anjeza, por edhe shumë këngëtarë të tjera që nuk janë në Shqipëri dhe kanë ikur për arsye të ndryshme, nuk janë pjesë e festivalit, ashtu siç po them me keqardhje dhe unë jam i larguar padrejtisht nga festivali për arsye politike. Është shumë e trisht. Shumë e trisht është, megjithatë unë jam pjesë e festivalit, e ndjej festivalin. Pa diskutime dhe jeni një zë shumë i rëndësishëm, dhe edhe unë juftova për të pasur mendimin tuaj, për të ndarë edhe gjithë të background dhe histori të bukur të Shqipërisë në Eurovision, sepse realisht keni një vlerë të veçantë. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit për intervistën. Faleminderit.